Përshëndetje. Në Shqipëri në çdo zyrë ka njëri që mban gjithçka. Ai që bën kafen, ndihmon të tjerët, mban buzëqeshje në fytyrë dhe kur i vlon gjaku nga nervat. Ai s'e refuzon asnjë kërkesë, se hap gojën kur e lën pas dhe se kundërshton kur shefin se s'do të duket si i vështirë. Të gjithë e quajnë njeri i mirë, por pas një kohe, ky njeri i mirë fillon të zverdhet, të lodhet, të digjet nga brenda, sepse në punë të jesh shumë i sjellshëm shpesh do të thotë të jesh në rrezik. Në realitet puna nuk shpërblen të mirin që bën gjithçka pa zë, por të qartin, ai që di ku ndalon, ai di se ku fillojnë të tjerët. Kur mirësjellja nuk është virtyt, por mburoj. Shumë njerëz janë të sjellshëm jo sepse duan, por sepse kanë frikë. Frikë se mos i keq kuptojnë, frikë se mos i largojnë, frikë se mos duken konfliktual. Kështu më mirë të heshtin, të pranojnë çdo kërkesë, të mbajnë buzëqeshjen dhe mos të prishin harmoninë. Po të gërmosh pak thellë, aty nuk ka vetëm mirësjellje, por ka dhe ankth. Është si ai fëmia i vogël që dikur mësonte se duhet të jesh i mirë që të duan. Dhe sot si i rritur, e përdor të njëjtën formulë me shefat dhe kolegët. Vetëm se në punë, askush se mat vlerën nga sa i mirë je, por nga sa të respektojnë. Në fakt, sa më shumë përpiqesh të jesh i sjellshëm, aq më shumë të kuptojnë të tjerët që mund të shtyjnë kufit dhe e bëjnë, jo nga likësia, por sepse kështu funksionon njeriu, e teston terrenin. Shqipëria e vendit mos bëj zhurmë. Ne kemi një gjak, mos e prish muhabetin, që nga shtëpia e deri në punë. Në familje na mësojnë të mos kundërshtojmë të rriturit, në shkollë të mos i themi mësuesit s'keni të drejtë, dhe në punë të mos i kundërshtojmë shefit. E kështu breza me radhë, prodhojmë punonjës që janë super të sjellshëm, por që nuk hapin gojën as dhe kur i shtrydhin. Në një zyrë shqiptare, i sjellshmi është ai që mbulon fajet e të tjerëve, që punon deri vonë sepse nuk ka tjetër gjë për të bërë, që s'kërkon kur rritje rroge dhe që në fund ikën me nerva se nuk u vlerësua sa duhet. Po kush të vlerëson kur s'ke kërkuar kur? Në këtë vend dhe respekti duhet negociuar. Poja që të shkatërron. Një nga sëmundjet më të përhapura në punë është sindroma e posh. Po, se kam problem. Po, e bëj unë. Po, e mbaj dhe unë këtë. Po, të gjitha këto i bëj unë. Në fillon duket sikur po fiton simpati. Po pastaj fillon të ndjesh që s'ke më jetë. Çdo ditë dikush tjetër të hedh mi supe diçka që s'është e jotja. Dhe ti e pranon sepse s'ke për të bërë gjë. Por vjen një moment që dhe gjëja më e vogël të djeg. Sepse në fund të qenit shumë i sjellshëm është mënyrë elegante për të djegur ngadalë. Në terapi shumë njerëz që vuajnë nga stresi i punës thonë, unë s'kam bërë askujt keq. Kam qenë gjithmonë korrekt. I kam ndihmuar të gjithë. Po ja pra, pikërisht ky është problemi. Nuk ishe as koleg, as punonjës, ishe shërbëtor. Kur mirësjellja të bën pjesë të padrejtësisë. Në shumë zyra shqiptare, njerëzit dinë që diçka nuk shkon. Shefi abuzon, dikush merr meritën që se ka, dikush tjetër bën lajka për pozicione pune, dhe i sjellshmi i vërtet hesht. Pse? S'dua të përzihem. Por në heshtjen e tij, sistemi vazhdon të funksionojë si gjithmonë. Në psikologji, ky quhet efekti i vëzhguesit. Shet diçka të padrejtë dhe bën sikur se pa. Por në një vend pune, nëse sheh abuzime dhe sflet, nuk je më i pafajshëm. Je pjesë e sistemit që e mban gjallë atë padrejtësi. Dhe për çudi, shumë prej këtyre njerëzve janë të sjellshmit, ata që nuk duan të bëjnë konfliktin. Mirësjellja
që hesht për padrejtësinë, s'është më virtyt. Është frikë e fshehur nën kostum. Kur të digje durimi, është vonë. Të jesh gjithmonë i sjellshëm kërkon energji të jashtëzakonshme. E mban trupin drejt, zërin e butë, fytyrën e qetë. Por brenda çdo poje që nuk doje të thoshe, mbetet një gur, derisa një ditë nuk e mban më, se përballon dot. Nuk është shpërthim, është kolaps. Lodhje e thellë që se ndjen më as trupin, as motivimin. Kjo është ajo që themi ne burnouti klasik. Trupi s'të dëgjon. Mendja s'ka më durim, gjatë gjithçka që dikur e bëje me dëshirë, tani të neveritet. Në këtë pikë, të gjithë thonë, po si mundet? Ai që ishte më i qetë gjithmonë si shpërtheu më çpati ai. Po sepse askush nuk mund të mbaj padrejtisht rolin e njeriu të mirë pa pushim. Nervat këputen një çast. Ato nuk janë kabo. Kufijt janë më të fortë se buzëqeshja. Në punë s'ka asgjë më të shëndetshme se fjala jo. Jo se bëj dot sot. Jo, nuk s'është përgjegjësia ime. Jo, s'kam pse të qëndroj pas orarit çdo ditë. Kjo nuk është mungesë mirësjellje. Ky është respekt për veten. Në Shqipëri jemi mësuar ta ngatrojmë të edukuarin me pa personalitetin. Po në realitet njerëzit që respektohen më shumë janë ata që janë të drejtë, jo ata që janë gjithmonë po. Shefi nuk e merr seriozisht sepse e ke buzëqeshjen të ngjitur në fytyrë, e ke të salduar i themi. Të merr seriozisht kur e di që s'të ka nën kontroll emocional, kur e di që joja jote është po aq e vlefshme sa dhe poja. Të jesh i sjellshëm pa qenë i nënshtruar. Të jesh i sjellshëm është e bukur, por vetëm kur vjen nga vetbesimi, jo nga frika. Kur thua mirëdita, sepse e ndjen, jo sepse do të dukesh i mirë. Kur ndihmon sepse ke dëshirë, jo sepse ndihesh fajtor, po se bëre. Nëse ndjen që mirësjellja jote të gryen, që buzëqeshja jote është e sforcuar, që potet tua janë lodhje, ndalo. Nuk është më virtyt, është vetë shkatrim. Në çdo vend pune, njerëzit që ecin përpara nuk janë më të ashpërit, por ata që janë të drejtë dhe të qartë. Ata që jeton të vërtetën me respekt. Ata që nuk kanë frikë të duken të vështirë. Dhe një mbyllje në fund pa dekor. Nëse ndihesh i raskapitur nga puna, jo nga lodhja fizike, por nga përpjekja për të qenë i sjellshëm me të gjithë, ndoshta është koha të ndryshosh strategji, sepse në këtë vend nuk të djeg puna, të djeg pritshmëria që të vlerësojnë për mirësinë tënde dhe s'ta kthen kush. Ndaj, mbaje një gjë mend. Në punë nuk është për detyrë të pëlqesh të gjithëve. Detyra është të respektosh veten, të thuash të vërtetën dhe të mos lejosh që mirësjellja të bëhet justifikim për abuzim. Në fund të ditës, më mirë të quajnë pak të ftohtë, sesa shumë i mirë, sepse shumë i mirë është zakonisht ai që po mbaron nga brenda tija, pa e thënë dot. Dhe ta themi edhe një herë, për ta mbajtur mend, në Shqipëri kush është shumë i sjellshëm në punë, zakonisht s'ka pushime, as mendore, as fizike. Mirësjellja pa kufi është ftesë për abuzim. Në punë, joja është fjala më e ndershme që mund t'i thuash vetes. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.